وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Emrin Allahut mëshiruesit, mëshirëvorësit. Përshëndetje që dërgojmë me vërtetë njerëzimin profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, dhe me gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte jemi në 10 neçin e fundit të muajit Ramazanit. 10 neçi më i rëndësishëm. 10 neçi i begat, gara finale. Dhe lusim Allah me lartësuar që na mundësoj ta shfrytëzojmë. Profeti sallallahu alaihi wasallam për vite, për 10 ditë të fundit të Ramazanit, tregon Aisha se e shtrëngonte brezin e tij, e kthinte natën e tij, pra e kthinte me ibadet, me namaz, adhurimin Allahut të lartësuar, me lutje, në përmendjen e Zotit gjithësisë, dhe i zgjonte familjarët e tij. Pra, përmendet një transmetim tjetër, thotë, përpiqej, pra më shumë se sa që përpiqej në ditë të tjera. Dhe imagjinojë ti profetin sallallahu alaihi wasallam, që ai nuk linte punë mirësie dhe port mirësie vetëm se ishte garues dhe e shfrytëzonte në maksimum. Imagjinojë ti thonë, transmetoj, në të 10 ditë ai përpiqej më shumë se sa që përpiqej në ditë të tjera, pra të dhënete të tjera të Ramazanit. Prandaj edhe ne duhet të ndjek hapat e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse në të 10 net ndodhet një natë e cila është më e mirë se një muaj, nata e 4. Wallahu i lartësuar thot, lejletul qadri khairun min alfi shahr. Nata e 4 është më e mirë se një muaj. Pra, puna që ti bën në ato pak orë të natës 4 është më e vlefshme, më e mirë se një punë që mund bëhet për sa 83 vite e 4 muaj aftësisht. Imagjinoje çfarë rëndësie ka. Dhe këto janë ditë dhe net të numëruara. Prandaj na lutem Zotin e gjithësisë që gjithë ne na mundësoj të shfrytëzojmë këto net pra që kanë vetë. Dhe sa më shumë me kërku falje, sa më shumë me shpeshtuar lutjen që ja mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam Aishës, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do falë, më falë mua. Ne e kërkojmë natën e 4-rit në këto net fundit. Dhe netën tejtë. Dhe shpresojmë pra që mos shumë që tjetë natën e 27, por ne përpiqemi dhe inshallah pra njëra për këtyre ne nga është kapitës. Kështu që lutim Zotin e gjithësisë mos na privoj nga mirësitë e natës së 4. Për sa i përket namazit të natës, taravih pra do falet si gjithë Ramazanit, ndërsa për namazin e natës që falet 10 neçën e fundit, inshallah në orën 2 të natës së fillojnë. Pra nga sonte deri në fund Ramazanit, Allahu është përbetur.